Bismillah. Mëshira është prej cilësive më të rëndësishme të burrit. Të kesh mëshirë është burnore. T'jesh inatëgji, t'jesh ziliqar, t'jesh armik, t'jesh person që këshyr me zili veç për vete, kjo nuk është cilësi e burrit. Fisnikët nuk janë kështu. Prandaj, pse mëshira shumë e rëndësishme, Allahu i lartësuar dy emra të tij i ka marrë apo i ka nga kjo gjë, nga mëshira. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allahu është i mëshirshëm në këtë botë, me musliman, me jo musliman, me kafsh, me insekte, me çdo sen. Ar-Rahim është i mëshirshëm, por ky emër është për botën tjetër, veç për ata që janë kon besimtarë që kanë nështruar Zotit. Ashtu është e rëndësishme mëshira, sa Allahu xhaleshanuhu e ka nda mëshirën në 100 pjesë. Pra mendon 100 pjesë. Një prej atyre 100 pjesëve e ka lëshuar në fytyrë tokës. Me qatë 1% të cilën e ka nda në për njerëz, në për gjallësa, në për kafsh, në për insekte, edhe peshqit ndeti, edhe çdo gjallës që ka shpirt e s'ka shpirt, ka hisën nga që ajo 1% e mëshirës. Andaj e sheh se si pula bate fort, i dhimën ka mëshirë për të veçlit e vetë për zësht, edhe ballafaqohet me shqiponin, ballafaqohet me dhelprën. Në anën tjetër, kafsha, kur ka lënë te fëmija i vet, i vogli vet, nuk ja vendos kamën mbi trup, e ngre kamën e largon se i dhimet. Nana është në gjendje me hynë zjarr, me dhonë çdo sen për evladin e vet, për shkak se ka mëshirë. Që ky 1% është një tro mëshirëte që ajo nanë. 99% të mëshirës Allahu xhaleshanu i ka nalë për vete. Me ato i mëshiron besimtarët, i mëshiron njerëzit në këtë botë, por edhe në botën tjetër. E tash, e kemi një ajet kuranor ku Allahu ka thonë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Na të kemi dërguar ty mëshirë për tërë gjithësinë. Apo ndryshe mundemi me thonë, na të kemi dërguar ty diçka tjetër, veç se mëshirë, rahmet për gjithësinë. Nuk ka thonë rahmet për muslimanët. Nuk ka thonë rahmet për njerëzit, për mbar gjithësinë. Andaj ardhja e Muhamedit alayhi salatu wassalam është rahmet për qiellna, për tokë, për njerëz, për kafshë, për insekte, për barnishte, për musliman, për jo musliman, për gjithë se cilën është mëshirë. Ama, kjo nuk nalet me kaq. Çdo ajet i cili ka ardhur për Muhamedit alayhi salatu wassalam apo është përmendaj, vlen për besimtarët përveç nëse ka një argument që i nxjerr besimtarët nga ky ajet. Na themi që ky ajet ty të kemi dërguar mëshirë për mbargjësinë, në ta hynë edhe muslimanët edhe besimtarët. Ti si musliman, që po ndëgjon këtë video, ti e mëshirë për mbargjësinë. Nuk guxon ti më kon azab, dënim, fatkeqësi, sprov për njerëzit, ti nuk guxon, ti s'ki drejt. Ti nëse je pasuesi Muhamedit alayhi salatu wassalam i Kuranit, ti je mëshirë për njerëzit. Pashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithin e saktë thot: Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. Mëshironi ata që në tokë. Keni rahmet për ata që në tokë. Kam ju mëshiruar që është në qiell. Kur shihet mëshira jote, atëherë kur ti ki mundësi me marr hak edhe nuk merr hak. Atëherë ti kur ki mundësi me avu grushtin, me avu shkelmin, me avu gjurin, me avu trap në fyt njerit, me myt. Edhe ti nuk e bën një gjë të tillë, se ti je i mëshirshëm. Nuk je dopt, ti mundesh, ama ti ki rahmet, ti ki mëshirë, ti je fisnik, ti je një udhër e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti e din se ka me të mëshiruar në qiell ai kur ti mëshiron këta në tokë. Ti nuk bën hajgare, nuk lun me personalitetin, me fatkeqësitë të tjerëve. Ti ki mëshirë për ta. Ti ka herë lën veten keq, jo që s'ki nevojë, vetëm me kallëzu që ti ki burni. Ti je ndjekës i rrugës Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Andaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një herë një njeri në një transmetim burr ka qenë me transmetim grua, s'ka rëndësi. E ka pa një qenë mas i ka dalë pi pusit, ky njeri ka pi ujë atë, s'ka pas kof, e ka pa një qenë i etur me gjuhën jashtë, aty do ka qenë zalli shkretinës edhe e qeni po mënut kinë se me gjithë pak i lagur e zalli me lipin, thot e ka kap etja, qysh më ka kap mu. Ka zbrit ky një person në bunar, e ka mush këpucën e vetë me ujë, e ka bartë me gojnë e vetë, ka hyp në murë, në për muret, në për gurët e bunarit, ka hyp në alti, ka dhanë qenit. Allahu Gjelleshanu ja ka falë mëkatet, e ka falendëru, e ka shpërblu edhe ja ka falë mëkatet. Vetëm për këtë vepër që ka bojnë, kanë thonë sahabët, ja Rasulallah, dhe kafshëve që ju japim në mirësi, kemi shpërblim, ka thonë, në gjdo gjallës që merë frymë, që është e gjallë, keni shpërblim. Keni shpërblim nëse bani, asë si muslimanit nuk i takon vetë se mu konë i mshirëshëm. Prandaj kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mshironi ata që në tokë, nuk ka thonë musliman mshironi. I na kemi rregull. Na i mshirojmë të gjithë njerëzit, mshirojnë ata që në tokë, ju mshironi ai që është në qiell. S'kate na nuk guxojmë na me bë dallime. Na nuk guxojmë shkollë mësuesi musliman me dallu një fëmijë musliman për një jo musliman. Absolut. Mi dhonë një ndim dikuj na japim njëjtë ndima, nuk guxojmë me bë. Kjo është mshira një besimtarit. Kujdes. Bani të tillë. Nuk i dën dini, as nuk i du unë, as nuk du më konë shok, as mik, as akraba, as jafër, me kërkan i cili është i mshirshëm. Absolut jo. Ne do t'jemi të mshirshëm, kjo është rruga jonë e vetme.